Burri dhe unë i falim gjitha vaktet namazit, kemi 3 fëmijë, unë punoj për burri nuk ka dëshirë që unë të punoj. Thot, unë nuk punoj për 500 euro, dëshiron të arrim diçka më shumë, por nuk ndërmerr asnjë hap. Dhe si përfundim punoj vetëm unë. Dhe i ndihmojnë atij familjarët. Unë e ndi veten keq, si të veproj? Sprov. Si çfarë burri i mençëm është ky? Thot, unë punoj. Burri thot, unë s'punoj për 500 euro. Po si jeton ti o xhaxhi paraziti? Xhaxhi paraziti, si jeton ti? Familjarët sjellin lek. Hajr, inshallah çfarë them. Çfarë them unë? Po mirë, ndoshta ato sjellin shumë lek, po mirë kur ato i ditët mërziten për shembull ose s'kan. Si i bëhet hallit për shembull? Këto quhen raste shumë të vështira për të dhënë menim. Sepse mungon çfarë? Arsyeja tek shtylla e shtëpisë. Ky nuk është burr shtyll shtëpie, ky është hugardh i shtëpie. S'mund të jetë ky shtyll shtëpie. Shtylla e shtëpisë është ai që merr situatën në kontroll, e siguron gjithçka, mbështet gjithçka, e mbështet gruan e vet që edhe ajo punon, kanë koordinim me njëri tjetrin, e bëjnë punë me njëri tjetrin. Unë për 500 euro s'punoj. Pila edhe ti nuk duhet punojsh për 500 euro. Po çfarë të bëjmë me burri? Na japin. Këta që kemi jashtë shtetit na sjell motor, na sjell, apo kështu jetohet? Ky quhet xhaxhi paraziti. Kështu thuj burrit, ka thonë hoxha. Ka quajtur hoxha, ke pyetje përgjigjet xhaxhi paraziti.